A e dini se çfarë ndodh në trupin tënd kur qëndron një natë pa gjumë? Shkencëtarët kanë një përgjigje të frikshme për këtë. Në nivel biologjik, hipokampusi yt bllokohet. Ky rajon i trurit ndalon së regjistruari kujtimet e reja, dhe kjo do të thotë që kapaciteti yt për të mësuar bie në zero. Amigdala, që është qendra emocionale e trurit, mbingarkohet me mbi 60%. Kjo rrit anktin dhe nervozizmin. Po kështu edhe sistemi imunitar pëson rënje duke ulur prodhimin e qelizave mbrojtëse. Cikli cirkadian shkatërrohet në nivel biologjik. Ora e brendshme çrregullohet dhe godet direkt sistemin tretës. Pa gjumë, mikrobioma e zorrëve kalon në kaos të plot, duke shkaktuar fryrje dhe inflamacion. Përfundimi, stomaku thjesht ndalon së funksionuari siç duhet. Por ti ke fuqinë ta ndryshosh këtë që sot. Trupi yt ka fuqi të jashtëzakonshme veçoruse. Mjafton që t'i japësh mjetin e duhur, gjumin. Zgjedhja është në duart e tua. Fli mirë që të pushtosh ditën e nesërme. Sonte, bëj një pakt me veten. Fike telefonin 1 orë para gjumit, investo tek vetja jote 7 deri në 8 orë gjumë. Ti nuk po e humbet kohën duke fjetur, por po ndërton versionin tënd më të fortë dhe më të zgjuar. Nesër do të zgjohesh me më shumë fokus, me më shumë energji dhe me një mendje të qartë si kristali. Gjumi nuk është luks, është karburanti yt më i mirë i trupit. Po për ty që e ndjek këtë video, cili është armiku yt më i madh që të lë pa gjumë? Telefoni, kafja e vonë apo mendimet e tepërta? Shkruani në koment. Stresi i përditshëm dhe nxitimi nuk lodhin vetëm mendjen. Rënia e imunitetit.